për komuna tjera ose nivel Kosovës, në Prizren nuk arrit me ushu shumë. Ka një farë rivaliteti. Kështu që koalicioni i PDK-s me LDK-n është këgjaj pa natyrshme në Prizren, është vështirë LDK me i bind këtë votues e vetë, që e konsideruan vetën si votues fanatik të frymës Rogovionit që kanë qef ata me qujt, me shku në drejtim PDK-s. Në anën tjetër, nëse analizojmë koalicionin tjetër, pra gjithmonë është diskutuar pak të 10 vitin e fundit që elektorati i Zafir Berishës në Prizren është elektorat me dikitran. Që Zafir Berisha e ka dikitëronin dorë dhe i drejton çat elektorat ka dhënë sepse e din ku i ka votuese vet. Pra këta 3.500 votues që i ka, mundet me orientu shumë ma lehtë tek Artan Abrashi, se sa që mundet drejton se në mona elektoratin e LDK-s me i drejtu tek Tutaj. Po ashtu, tash problemi është sa përqind të elektoratit tonë që kanë votuar në rondën e parë mundesh me iqu ka marrëveshja e koalicionit. Edhe Besnik Krasniqi i AK-s, AK-ja historikisht e ka një votë të tillë në Prizren, e ka të lehtë me orientu votën ka dëshirën, sepse i njohin votuese vet, e ka shumë më të lehtë me që votën ka Artan Abrashi, njëjtë e ka edhe Emilia Rexhepi, sepse i djen votuese vet. Unë mendoj që përcaktimin e fituesit në zgjedhjen në Prizren nuk është e mjaftueshme vetëm këto koalicione që kanë momentale. Pra nëse flasim për LDK-n, PDK-n, mundet me u kone balancume me koalicion momental të Artan Abrashit me AK-n dhe me Zafir Berishën. Tash, ekziston edhe një parti turke atje, që i ka diku rreth 2000 votash, domethënë ata munden me bodallimin, nëse turqit në Prizren orientohen ka Artan Abrashi me koalicionin e tij, e ka shumë alet me fitu. Ose nëse orientohen ka Shaqertota dhe LDK-ja, pa ashtu ja letojnë me fituan. Po megjithatë mendoj që ka me qenë, ndoshta Prizreni ka me qenë betejë shumë më interesant kur del rezultati me 9 nëntor, se sa që ka me qenë në Mitrovica që pritet me qenë një farë betejë e fortë. Unë shumë a betejë